ka pas njonin e shufër metalike, pra ku më ka godit ai për mrapa. Para pak ditëve kemi publikuar këtë intervistë ndërsa personi në video është Liridon Osmani nga Vushtrria, i cili në rrëfimin e tij për Lajminet ka thënë se u bë cak i sulmeve nga familja Gërbeshi si shkak i një prune të cilën ai thotë që ka bler vite më parë. E tash kemi me ua tregu me video se për çfarë prune bëhet fjalë dhe se çfarë ka sekuestruar prokuroria për këtë rast. Sipas rrëfimit të Osmanit, gjithçka ka nisur pasi ai ka bler një pronë vite më parë. Derisa ai thotë se blerja është bërë në mënyrë të rregullt dhe ligjore, pas disa kohësh është shfaqur familja Gërbeshi, e cila ka pretenduar se prona u përket atyre. Pikërisht ky moment, sipas Osmanit, ka shënuar fillimin e një serie përballjesh dhe kërcënimesh që, siç shprehet ai, kanë eskaluar me sulme të drejtë për drejtë ndaj tij. Pra, krejt konflikti mes palëve ka nisë pasi Liridoni normalisht bleu një pronë dhe më pas, sipas tij, u shfaqen familja Gërbeshi duke i thënë se ajo pronë është e tyre, pra bëhet fjalë për këtë shtëpi. Për të larguar çdo dyshim rreth pronësisë, Lajminet ka siguruar fletën poseduese të pronës në fjalë, e cila tregon qartë se kjo është në emër të Liridon Osmanit. Dokumenti zyrtar përforcon versionin e tij se prona është bler ligjërisht dhe se nuk ka asnjë mospërputhje me të dhënat në kadastër. Osmani, i cili thotë se është viktimë në këtë rast, shkon edhe më tej duke akuzuar familjen Gërbeshi për përfshirje në vepra të dyshimta dhe për ushtrim presioni ndaj tij. Ai pohon se kjo familje njihet në Vushtri për raste të haraqit dhe me konflikte të mëhershme që, sipas tij, nuk kanë të bëjnë vetëm me të. Për ta konfirmuar këtë, Lajmi.net është drejtuar edhe prokurorisë themelore në Mitrovic me pyetje konkrete për rastin. E në përgjigjen zyrtare të prokurorisë, thuhet se në fillim të muajit maj personi dëmtuar është Liridon Osmani, ndërsa të dy rastet që lidhen me këtë konflikt janë aktualisht në proces hetimor. Për rastin e datës 22 maj, është njoftuar prokurori kujdestar i prokurorisë themelore në Mitrovic dhe është iniciuar rast për veprën penale lëndim i rënë trupor me mjet. Rasti është në fazën e hetimeve preliminare në bashkëpunim me policinë. Është marrë dëshmi nga viktima. Jemi në përcjellje të kamerave të sigurisë se dhe janë sekuestruar disa telefona. Ndaj 3 personave janë duke zhvilluar hetime për këtë rast. Ndërkaq në 2 raste tjera të pranuar në prokurori, në fillim të muajit maj, ku i dëmtuar është personi në fjalë. Të 2 rastet janë në proces. Pra, Lajmi.net do t'ju mbajë të informuar për çdo të re dhe zhvillim të ri sa i përket këtij rasti.